Me përkujtimin e 65 vjetorit të ndarjes nga jeta të shkrimtarit të njohur francez Albert Camus në moshën 47 vjeçare, Aleanca Franceze ka nisur në Shkodër aktivitetet e pranverës të frankofonisë. Në takimin e zhvilluar për këtë qëllim me nxënës dhe student në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luigjë Gurakuqi të Shkodrës, ishte i ftuar studiuesi dhe një ndër përkthyesit e njohur të veprave të Camus, Ilia Lëngu. Pedagogja Dhurata Hoxha, drejtoreshe e Aleancës Franceze, duke folur për këtë rast theksoi: Për gjithë atë çfarë ai përfaqëson, për mendimin e tij filozofik, për rolin si shkrimtar, por për t'i dhënë edhe një mesazh se si duhet të veprojmë sot ndaj shumë fenomeneve të shoqërisë sonë. Kështu që kush më mirë se profesor Ilia Lëngu do të ishte një studiues, përkthyes i veprave të Camus. Përkthyesi Lëngu vlerësoi forcën krijuese të filozofit, shkrimtarit, gazetarit dhe aktivistit francez Camus dhe theksoi se rëndësia e kësaj vepre qëndron në faktin se ajo i ka qëndruar kohës. Ai mbetet shumë aktual dhe nga Camus, nxënësit dhe gjithkush në çfarëdo moshe, unë mendoj se mund të mësojnë gjithmonë shumë e më shumë. Mesazhi kryesor që transmeton kjo vepër është se njeriu duhet të jetë përherë i revoltuar. Ndër mesazhet kryesore të veprës Camus është ai që del nga eseja shumë e njohur dhe ka ngjallur dhe shumë polemika në kohën kur doli, Njeriu i revoltuar. Dhe për Camus, njeriu duhet të jetë përherë i revoltuar, në kuptimin që ai duhet të ngrihet gjithmonë kundër padrejtësisë, jo vetëm kur kjo padrejtësi i bëhet atij, por edhe kur kjo padrejtësi ushtrohet dhe ndaj të tjerëve, ndaj të ngjashmeve të tij. Dhe Camus thotë që nëpërmjet frymës së revoltës, njeriu thotë jo, nuk e pranon që të kapërcehet një kufi ku fillon poshtërimi, ku fillon padrejtësia. Dhe kjo mbetet gjithmonë aktuale. Në të tjera revolta, thotë Camus, dhe me këtë po e shkurtoj, i vënë kufi edhe fuqisë, ligjit të fuqisë. Më i forti nuk ka dhe nuk duhet të lejohet që të bëjë ligjin. Takimi u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi dhe pyetje-përgjigje, një mënyrë komunikimi kjo që i bën më interesante aktivitetet të tilla për të pranishmit.